Ambasadori i Bashkimit Evropian Michaelis Rokas sot qëndroi në komunën e Bukovinës ku njoftua nga afër me këshilltarët, kryetarin e Këshillit dhe kryetarin e komunës së Bukovinës, Fethi Abazin. Ambasadori Rokas tha se është më i lumtur që gjendet në komunën e Bukovinës dhe se kanë biseduar shumë tema me kryetarin e ri të komunës, të cilit i ka uruar edhe marrjen e postit të ri si i pari i komunës. Rokas tha se ka paraparë edhe takime të shumta me grupe të ndryshme të banorëve të Bukovinës, me të cilët do të diskutojë edhe rëndësinë e integrimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, por edhe të shohë nga afër investimet që janë bërë me fondet të Bashkimit Evropian. Most importantly, we want to engage with the citizens. I just met with the newly elected municipal. Është shumë e rëndësishme që të takohemi dhe të angazhohemi me qytetarët. Sot gjatë ditës do të takohemi me qytetarët, do të kemi një debat me popullatën lokale këtu me vendasit për të pasur një takim shumë të hapur me integrimin e vendit në Bashkimin Evropian, për shkak se duam të potencojmë disa mesazhe shumë të rëndësishme, faktikisht kontributi që Bashkimi Evropian e jep për vendin. Pastaj gjithashtu agjenda reformuese dhe reformat që burojnë nga kjo agjendë. Gjithashtu dëshira jonë si Bashkimi Evropian me qëllim që ta përshpejtojmë procesin e anëtarësimit të vendeve në Bashkimin Evropian dhe gjithashtu të sigurojmë se reformat e duhura do të implementohen së shpejti nga Maqedonia e Veriut, që sa më shpejt e njëjta të bëhet pjesë e familjes tonë të madhe evropiane. Kryetari i komunës së Bukovinës, Fethi Abazi, tha se ndihet i privilegjuar të jetë nikoqiri i ambasadorit të BE-s Michaelis Rokas dhe se gjatë takimit nuk kanë munguar as bisedat për problemet dhe projektet konkrete të komunës me të cilën ai udhëheq. Fillimisht ne në takim u prezentuam me prioritetet dhe problematikat që hasin në nivel komunal. Tema ka qenë e hapur. Fokusi i takimit ka qenë i mbështetur në 3 shtilla, kryesisht. Në prioritetet projektet, siç janë çështja e ujit në nivel komunal. Pikë tjetër ishte zhvillimi i turizmit malor dhe u përqendruam edhe këtë mbështetja e fondeve të Bashkimit Evropian që kanë shfrytzuar ndërmarrjet apo kompanitë private gjatë kësaj periudhe. Ambasadori i BE-s Rokas sot qëndroi gjatë gjithë ditës në komunën të Bukovinës, ku përveç takimeve zyrtare në hapësirat të komunës, ka zhvilluar edhe takime të tjera me grupe të ndryshme të qytetarëve.